ose të merren vesh për me shku në zgjedhje, ose të kryet një qeveri teknike, me një kryeministër i cili nuk do të takoj as vetëvendosjes, as PDK-s, as LDK-s, për të gjendet një figurë pëlqyeshme për të gjithë, dhe kjo qeveri me shku me mandatin e saj deri në zgjedhjen e presidentit, ose atëherë të shkohet në zgjedhje të reja, si dhe kjo në qoftë se krijohet një qeveri teknike, atë nuk do të ketë as bisedime me Serbi, sepse nuk të kenë autorizim të plotë. Edhe nuk do të kenë kapacitet. Po shiqe, do të me dalë nga kriza mentor, dyqysh do të me dalë nga kriza. Po, nëse ajo qeveri teknike s'merret me bisedime, s'merret me çështje të rëndësishme, as me bisedime, nuk do të merret as me bisedime me Serbinë, nuk do të merret as me bisedime të Bashkimit Evropian, sepse kjo qeveri teknike nuk mund as me zgjidh problemet me Bashkimin Evropian. Po pse duhet atë me çfarë? Të krijohet një qeveri që të krijon kushtet, të vazhdohet me proceset e mbrapshme, të cilat kanë ngjetë. Për shkak buxhetit, për shkak komunave, edhe të mbahen zgjedhjet për komuna me pas përgatitjen për zgjedhjet përgjithshme, që duhet më mbajt vitin e ardhshëm, pak para se mos zgjedhë presidenti ose presidentja e vendit. Kështu që mua si ide e LDK-s më ka pëlqyer, është një ide e zgjidhjes problemit, megjithatë nuk e di sa, edhe pse zoti Haradinaj veç ka dhënë sinjale që e mbështet atë kërkesën. Haradinaj ka thënë e mbështet dialogun, por insiston në qeveri të opozitës së deri djeshme, sikur PDK-ja që duke thënë sot. Po qeveria le të formohet opozitë, sepse këta tash në qoftë se hinë në kushtet barabarta, në bisedime, ashtu siç ka kërku Abdi Xhiku për një qeveri teknike, atëherë partitë që kanë qenë opozitore në zgjedhjet e kaluara me numrin më shumë se sa partia, por që është lëvizje